Fermerët e prodhimit të qershisë, por jo vetëm në Dibër, po përballen me mungesë të theksuar të prodhimit këtë sezon. Thuaj se të gjithë fermerët janë dëmtuar nga moti i keq i fillimit të muajit prill të këtij viti. Bilbil Kryemadhi nga fshati Grevi i Dibrës thotë se aktualisht dëmi përllogaritet në rreth 20 milion lekë të vjetra. Të gjitha qershit janë dëmtuar nga ngrica duke mos prodhuar asgjë. Fermeri Kryemadhi thotë se për dëmin e shkaktuar nuk është interesuar asnjë instancë shtetërore, por janë paraqitur vetëm për të kërkuar votat në zgjedhjet e 11 majit. Fermeri Bilbil Kryemadhi thotë se të huajt çuditen se si ka mundësi që në vendin tonë, kur dëmtohet fermeri, nuk marrin asnjë dëmshpërblim nga shteti. Zero, qeshjet zero, mallat zero, kumllat, dardhat, asnjë lek kokë, fare. Nuk e di se si çfarë viti. Viti tashtë, nuk e di. Sa o minus 20 milion jam vetëm unë. E një minus 20 milion vetëm vllai. Vetëm ne, e dy që fermer plus i Dibras është. Subvencione hiç këkund. Jo, asnjëri. Për vota erdhën, po si. Erdhën një di turqi një ditë tu. Një turqi, një maqedonos i shkupi i pruaj. E në ajtë njëtën gjë kishte, si ne, aqe në Turqi, qeshi shuk që pasë në ajë fermeri. Me po kështë shku, në njëre që i verifiku. Që shku shteti me një ta, kështë i vlerësu. Ca ku dalë, ca tonë ke pas këtë. Kur unë dalën këtu komunat e, thashim, ja, ne thashu gja. 100% në Turqi, e në Maqedonë si po. Tu kene jo, erdhën nga Sableva në ditë, kryetari komunës me një qetër tu. Panu së ditën, tha ne, ne, tha që 4 vjetë s'marim kur gjoth. Që 4 vjetë, jo një vit. 4 vjetë s'marim kur gjoth, tha asë një farmë për shteti, asë një gjeshës. Së të ndime iqë. Imi bëmi një shkullë, tha, pa shkullët kjo gjinat të që është super prodhim kjo. Të njëjtin fat ka patur edhe molla këtë vit. Fermeri Kryemadhi shprehet se as molla nuk do të ketë prodhim, duke bërë që dëmi ekonomik të rritet akoma më shumë. 4 hektarë ku molla qeshi. Po 20 milion, minimal 20 milion humbi. 20 milion vllai, me dinit e këta. 20 milion humbi. Kjo është 25 milion të shej, është 25 milion. Vetëm dap e helme e gjaja. Ajo është vllai. Sa të shpenzime di kështë dhënë bare? Mungesa e tregtarëve që shesin qershi në rrugë tregon qartë që këtë vit prodhimi i qershisë në Dibër është zero.